E përmenë Allahu Dhul Gjelal në Kur'an këtë idh qale li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ebu Bekri këtë gali, këtë mërzi, që ndodh me këta dy, e i tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekrit, o shoki jam, la tahzan, mos u mërzit, mos u tut, inna Allaha ma'ana, se Allahu ne kena me vejtë, se Allahu ne kena me vejtë. Tha o Rasulullah, unë për vejtë se kam gajle për ty më zlodhe në e keqe, se për mu, unë jam i gatshëm kurban me shku. Para shot pyetja unë edhe ti, sot me kanë situata që na duhet me fliju veten ton, familjen ton, pasurin ton, këtë që kemi pushtetin ton për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, a thu vallë, keshim sakrifiku. Është pyetje shumë e madhe, është pyetje shumë serioze, është dilemë që nëse nalemi me mendu holl e holl, nuk do kemi fuqinë me dalë me përgjigjet saktë, fuqishme, guximshme, zëshme, se na e shohim shpesh herë dështimin ton. Ama unë edhe ti duhet me kuptu. Sharti i imanit është la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Askush për juve nuk mund të jetë besimtar derisa nuk jam më i dashur te ai se prindi i vet, fëmia i vet dhe krejt njerëzit në përgjithësi. Tregon Aisha radhiyallahu anha, thotë një ditë për ditëve ishim tunel në shtëpinë tonë. Ishte ditë e nxehtë. Një njeri po vjen nga larg, e thot dikush te shtëpia e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Thot është ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allah me ke ishin. Është ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kishte vënë një shami për mikrije me rujt për nxehtit, edhe pak më masku edhe erdh. Kur hinin në shtëpi, në bord shtëpisë në shtëpi, i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Abu Bekrit, nxjerri këto gra e fëmijë pe ode. Tha ja Rasulullah, familja jote ja, s'ka të huj. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka dhonë leje me bo hijrat, mu largu prej Mekës me shku në Medinë. Pse? Se 13 vjet Mekë, 13 vjet, jo një vjet 2, 13 vjet pandal, për çdo ditë kishte maltretime, kishte pengesa, kishte vështirësi, ai vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët për rreth. Frym së mirëshin rahat për mushrikëve në Mekë, armiq përbetuam, ka i zishin muslimanët i rrefshin, i maltretojshin, i vretshin, po edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i bëshin kurtha, sabotime, sulmime, bile edhe atentat për ta vrarë. E mas 13 vjetëve kur u shtu zullumi, edhe ishte e pamundshme me vazhdu në Mekë me thirrjen në Islam, Allahu Dhul Gjelal i dha leje me bo hijrat me braktis Mekën, vendlindjen e tij e me shku me u shpërngul Medinë, një thribin e asaj kohe, vend i përshtatshëm për davet edhe i përshtatshëm për me jetu si musliman aty. E këtë lajm po vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja tregu shokin ngusht, njeri që e kishte dëshmu shumë herë se e don Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më shumë se vetveten e tij. Shifni subhanallah, kur i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fa inni qad udhina li fi al-khuruj, Allahin ka dhënë leje me dalë për Mekës me bo hijrat. Fjala e parë Abu Bekrit radhiyallahu anhu, din çka ishte? Tha une me ty ja Rasulullah. Se veti ish qysh, tek, ka kina me shku, kush ka me ardhë, kush ka me në animu, kush ka me në mbrojt, hiç nuk hinin ato tema. Tha une me ty ja Rasulullah. Tha as-sahabatu bi abi anta ja Rasulullah. Fliofsha bab e nan për ty, unë me ty në këtë udhëtim ka marrë. Fliofsha bab e nan për ty, unë me ty në këtë udhëtim ka marrë. Ama ka rrezik, sa më interesant. Ama vështirë, nuk më interesant. Ama mushrikët e Mekës kanë me na lshu mas, s'ka gajle. Kujt ti edhe une, s'ki mundësi ti me shku vetë. Nuk lone vetë me shku ti, nuk lone vetë me shku ti. Ama zor është, s'ka gajle. Ama vështirë është, s'ka problem. Ama rond është me ty, s'ka të është për ty edhe për mu. Ishte shok i vërtet, ishte shok i ngusht, ishte njeri që e deke për një men. Na shpesh themi atë pjesë me vludit, shokin me lën vetë ku ke po. Ama se e lom një tjetrin midis fushë, midis malit vetë, hiç se kena gajle. Midis problemeve pse e lona vetë, se kena gajle. Pse na nuk kemi besë
të vërtet, besë lidhur me Allahun, jo me njerëzit. Ebu Bekri radiallahu anhu ishte njeri që kishte lidh besë me Allahun, edhe shoqërinë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kishte të vërtet, e kishte sinqert, edhe nuk e mendon të rrezikun që e pret. Ai tha, unë me ty ja Rasulullah, unë me ty ja Rasulullah. E normalisht kjo fjalë që e tha Ebu Bekri radiallahu anhu ishte shumë e madhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se ju bo një shok në këtë udhë të vështirë. Për Mekë në Medinë sot i ka 450 kilometra, me kerr me shku është vështirë, me autobus me shku është vështirë, para mendo me shku në Kam, e me Deve ose me Kali, që është dash 2 javë me udhëtu për Mekë me shku në Medinë, 2 javë, jo një ditë e 2, 15 ditë, nxehtë, vështirë, po nuk është puna veç udha, plus mushrikët e Mekës patën shpall shpërblim kush e kap Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E u patën shlu kalorësit më të mirë të Mekës me zonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam udhës e me fitu shpërblimin që ndajshin mushrikët e Mekës Kureshit. Ebu Bekri tha, unë me ty ja Rasulullah. Së m'duhet mu as pasuria, as familja, as jeta ime, nëse ndodh ty diçka ja Rasulullah. E dolën me udhëtu, u larguan prej Mekës e përdorën një taktik, edhe erdhen të shpella. Edhe hynën në atë shpellë të vogël, ishte një vrim me një kodër, që me kalue një kohë që ata mushrik që ishin shu mas Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ka përcen e të hupin. Kur hynën mrena në vrim, në atë shpellë të vogël, Ebu Bekri tha, ja Rasulullah, prit tha, unë t'hi i pari më jemë. Ta shëf çka ka. Mos ka në gjapën, mos ka në akrep. Helbet ne, Zoti mos e boft me ndodhi diçka. Si e vazhdojnë jetën pa ty. Hyni mrena i pa 3 bira. Shkoj menja tha, ja mundet me kon bir akrepi, ja bir gjartni, edhe i msheli me kam të veta 2 bira, edhe tretën me dorën e tij. Edhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hajde hin mrena. E përmend Allahu dhu xhelal në Kur'an këtë idh qala li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ebu Bekri këtë gali, këtë mërzi, që pëndodhë me këta 2, e i tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekrit, o shoki jam, la të hëzene, mosu mërzit, mosu tut, inna Allaha ma'ana, se Allahun e kena me vejtë. Ta o Rasulullah, unë për vejtë se kam gale për ty mës ndodhe me e keqe, se për mu, unë jam i gatshëm kurban me shku. A shef tha këto mushrik të nafru, me ullë kokën dikush për ty me në shef, e nëse zbulohemi na, unë jam një, atë janë kalabalëk, e nëse smrimet mbroj ty, e Zoti mos e boft, ndodh një keqe për ty, s'ka jetë për mu. E qetësoj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i tha, la tahzan inna Allaha ma'ana, mos u mërzit se Allahun e kena me vetë. Shifni vëllezër çfarë dashnije, çfarë sakrifice, çfarë kujdesi.